Jemi përsëri këtu në studio, e tani është koha të realizojmë edhe bisedën e këtij edicioni, por të cilën do ta realizojmë përmes një lidhje direkte. Nga Prizren na lajmërohet Blerina Kangja, koordinatore për komunikim në Kino Lumbardi. Bashkë do të shpalosim programin përmbyllës të muajit maj të Lumbardit, që gjatë qershorit edhe do t'i nënshtrohet një procesi të renovimit, por për më shumë e kemi pra në lidhje direkte Blerinën. Përshëndetje Blerina, është kënaqësi me të pas në Ekspres edhe në këtë formë. Faleminderit Lea, kënaqësi. Pra, siç edhe paralajmërova publikun gjatë muajit qershor, Kino Lumbardi do të jetë i mbyllur për shkak të renovimeve pra në këtë hapësirë kulturore. Na tregon se sa pritet që të zgjasin këto renovime dhe për çfarë renovime është bëhet fjalë në fakt. Atëherë, gjatë muajit qershor, po, është vërtet ajo që the, Kino Lumbardi do të hyjë në procesin e renovimit. Dihet që procesi i renovimit është dashur për një kohë të gjatë dhe më në fund është dakordsuar me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve që të ndërhyjnë në objekt dhe ta rifreskojnë në një farë forme dhe ta sjellin në gjendje akoma dhe më të mirë për audiencat në vitet e ardhshme në vijim. Sa do zgjasë sakt nuk e dim me muaj dhe me kohë precize, por që urojmë që të zgjasë sa më pak dhe të jetë në gjendje të vizitueshme ashtu siç ka qenë edhe deri tani, po akoma dhe më mirë për ata që do të vinë në vijim. Po me rastin e mbylljes së ndërtesës fizike pra të kinemas, Fondacioni Lumbardi ka përgatitur dhe një program 4 ditor për t'u takuar kështu për herë të fundit në këtë hapësirë. A mund të shpalosim bashkë edhe këtë program pra? Duke qenë se ndërtesa do të jetë e tillë ashtu siç neve kemi njohur deri tani deri në fund të muajit maj, kemi vendosur që bashkë me stafin e Fondacionit Lumbardi të krijojmë një program që bazohet në dashurinë mbi kinema, në dashurinë me muzikën dhe duke sjellë njerëzit në këtë hapësirë edhe një herë me evente dhe forma me të cilat ata kanë ardhur gjithmonë këtu. Eventi është 4 ditor, por është shpërndar pak në ditë dhe nis prej datës 25 maj, vijon me 28 maj dhe mandej me 30 e 31. Edhe po them pak a shumë se si do të vijoj prej datës 25 programi. Në datë 25 do të jetë një shfaqje filmit në Kino Baçe, Bejnel Milel, dhe mendoj që do të ketë është nga ato filma që vërtet i mbledh audiencat dhe tregon një farë forme dashurin për kineman, për ato kinema që gjithë duan ta shohin me njëri tjetrin dhe i kujton se arsye pse ata vinë në kinema. Në datë 28 do të kemi një film tjetër, dua të them që të gjitha filmat që janë përzgjedhur për këtë javë të fundit janë të bazuara në dashurinë mbi filmin. Dhe do të kemi në datë 28 prej orës 8:30 sërish në Kino Baçe dhe do të jetë shfaqja e fundit e filmave në Kino Baçe në datë 28, Una vida útil, një jetë e dobishme, nga regjizori Federico Vejroj, dhe në datë 30 do të kemi një koncert, do të mblidhemi gjithë me muzikë me bendin Baba Zula dhe nga Turqia dhe Gypsy Group nga Kosova. Dhe më datë 31 do të kemi shfaqjen e fundit të filmave në hapësirën e brendshme të kinemas. Dhe është një përzgjedhje prej 3 filmash që do të nisë prej orës 19 këtu dhe po ashtu po atë ditë do të kemi dhe një DJ set dhe ku do mblidhen njerëzit të gjithë, ata që kanë ardhur ditë për ditë në Kino Lumbardi, ata që duan ta vizitojnë edhe një herë për herë të fundit. Ne kemi titulluar jo më kot programin edhe një herë deri herën tjetër për të thënë në një farë forme që okay, kjo hapësirë siç e njohim nuk do të jetë më e tillë, por që do të vinë në një version më të ri. Por gjithashtu ka dhe vijimsi dhe neve do të vijojmë akoma me programet tona dhe me mënyrat të tjera se si ne operojmë. Por maj do të jetë momenti i fundit që neve do të përshëndetim me këtë ndërtesë ashtu siç e njohim. Sigurisht, po Blerina, si e vlerësoni edhe punën e Fondacionit Lumbardi gjatë gjysmës së parë të vitit, pasi që keni organizuar edhe ngjarje mjaft atraktive për publikun apo jo? Në fakt, ky vit vërtet ka sjellë gjëra shumë të bukura në Kino Lumbardi, ne kemi patur programe shumë të mira filmash që çdo të mërkur audiencat vinë këtu dhe shohin filmat të cilët neve kemi përzgjedhur për ta me tematika të ndryshme. Gjithashtu kemi patur një seminar mbi lumin
duke qenë se normalisht Prizreni përshkruhet nga lumi Lumbard dhe e shohim si të nevojshme që edhe neve të kontribuojmë në mënyrë më të mençur se si neve mund ta përdorim këtë lumë, po edhe duke i shtuar edhe vlera fal punëve tonë dhe angazhimit tonë me studiues të ndryshëm, me njerëz të angazhuar me praktikues kulturës dhe kështu me radhë, por gjithashtu kemi patur edhe momente të mbledhive dhe të shoqërimit në këtë mjedis, por më duhet të them që kemi patur edhe një program rezidencash në bashkëpunim me organizata të ndryshme në Sloveni dhe në Kroaci, dhe kemi patur 4 rezident këtu, të cilët patën edhe një ekspozitë të tyre. Vërtet kanë qenë muaj shumë të ngarkuar, por jashtëzakonisht shumë të bukur dhe më vjen mirë që e ka edhe një moment të kulminimit me majin. Por që ka qenë plot. Po ndërkas programin për mbyllës të muajit maj, pra e the edhe ti, keni titulluar edhe një herë deri herën tjetër. Por çfarë pritet pastaj pas rihapjes Kino Lumbardit? Pra çfarë do të ketë, a keni përgatitur diçka pas hapjes së tij? E ardhmja nuk mund parashikohet, por që ne shpresojmë dhe urojmë shumë që kjo kinema të mbledhë njerëzit fal filmave, fal muzikës, fal aktiviteteve ndryshme që lidhen me kinematografin, por kjo do i mbetet së ardhmes. Për momentin jemi të fokusuar që të gjithë këto punët cilat neve i kemi çuar përpara të mbesin dhe të vijojnë dhe njerëzit të angazhohen qoftë me publikimet, qoftë me arkivin, qoftë me forma të ndryshme se si ne angazhojmë me audiencat këtu. Por që sërish do i mbetet të ardhmes. Neve urojmë që të ketë sa më mirë dhe të bëhet sa më bukur dhe audiencat të tjera të vinë dhe ta njohin këtë aftësirë në forma të ndryshme. Sigurisht atë e urojmë edhe ne, po duat ndalem pak më në detaje rreth mbrëmjes muzikore, që pak a shumë e the dhe ti Blerina, pra koncerti Baba Zule dhe Gypsy Groove. Dua di pse kjo përzgjedhje dhe çfarë mund të pres publiku nga këto grupe. Në fakt, përzgjedhja ka qenë e paramenduar, por jo për këtë moment eksaktësisht. Bendi Baba Zule do të vinte sidoqoftë gjatë këtij viti në Prizren, por u gjet momenti dhe mënyra në një formë shumë të përkryer, do thoja, në lidhje me kohën, që u rregullua në një farë forme kështu, që ata në 30 maj do të performojnë në Prizren, dhe gjithashtu kemi përzgjedhur edhe vendin Gypsy Groove, që ishin jashtëzakonisht shumë të mirë dhe pranuan ftesën tonë për të ardhur këtu dhe për ta festuar këtë moment në Kino Lumbardi. Natyrisht muzika atyre tërheq jashtëzakonisht shumë adhurues muzikës, pasi ka bëjmë me muzikë ballkanike, pak jazz, pak folk, ritme të forta, dinamike, edhe që i fton njerëzit në kërcim, po që gjithashtu lidhen me një përmas shumë të madhe shpirtërore edhe të ndjeshme, kështu që do ketë momente të ndërtuara shumë bukur, mendoj, midis këtyre dy bendeve. Dhe doja të thekja që për koncertin të gjithë mund të vinë patjetër, dhe nëse duan, koncerti është me bileta, hyrja nuk është e lirë, por neve mund ta kontaktojnë në prezencat tona në mediat sociale, ose mund të vinë këtu në Kino Lumbardin në Prizren që të marrin biletat e tyre dhe të jenë pjesë e kësaj mbrëmjeje. Po ndërkas mbrëmja e fundit, pra me 31 maj, do t'jetë edhe fest, do t'jetë edhe fest e bashkëpunëtorëve pra të Lumbardit. Si do të shkojë ceremonia, pra çfarë do të ketë? Këto gjëra kemi akoma surprizë, me të thënë të drejtën, dhe di që nuk është e drejtë që duhet shprehur në këtë formë, kështu, por që mendojmë që gjithë secili që do të jetë pjesë e asaj dite, do ta vlerësojë dhe do të ketë një moment qoftë të ngushëllimit, të reflektimit, të dashurisë për ta ndarë me këtë aftësirë këtu në 31 maj. Kështu që neve jemi ende duke punuar, ende duke u përpjekur që gjërat shkojnë sa më mirë, edhe që të gjithë ata që do vinë, jo vetëm bashkëpunëtorë, po edhe njerëz që e vizitojnë për ditë Lumbardin, por edhe ata që ne kanë qenë në periudha të ndryshme, të vinë edhe një herë këtu dhe të festojnë me ne. Faleminderit shumë Blerina që ndave kohën tënde për qenë sot pjesë e Ekspresit edhe në këtë formë. Unë po ju uroj shumë suksese, akoma më shumë suksese pas hapjes Kino Lumbardit, kështu që ju presim përsëri këtu me të tjera ngjarje sigurisht. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Lea, edhe për ftesën edhe për këtë bisedë. Është kënaqësi gjithmonë.